Shkojmë dhe njërë me pamje të drejtë për drejta në Antalya, është sekretari i shtetit Marco Rubio, së bashku me Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. We'll see what happens over the next couple of days in that regard, but we want to see progress made in that regard, and whatever mechanism is outlined, whatever the process is that needs to happen, I mean, we are open to being constructive and helpful in any way we can to end the conflict. I will say this, and I'll repeat it, that there is no military solution to the Russia-Ukraine conflict. Është zoti Rubio duke folur për konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës, ai ka ofruar të gjithë mbështetjen dhe ndihmën e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në arritjen e paqes, por nuk ka mision ushtarak që mund ta zgjidhë këtë konflikt, theksoi Rubio. As you've seen through his trip that is currently underway in the Middle East, and he talked about in his speech a couple of days ago, I hope you had a chance to watch it. It was a very good speech. It was an important speech. And what it marks is when he's interested in building things, not destroying. He wants economies and countries focused on building things, making things, providing opportunity and prosperity for its people. And he's against all the things that keep that from happening, like wars, like terrorism, and all the instability that comes with that. That's why he's made a bold decision when it comes to Syria. And in the hope that the new authorities there will take this opportunity to rebuild that country. Zoti Rubio po flet për fjalimet dhe mesazhet që ka përcjell Donald Trump në lindjen e mesme. Ai tha se Trump është i interesuar për zhvillimin ekonomik, jo për shkatrimin, është zhvilluar për ndërtim, jo për dëmtim, është i interesuar për ekonominë e qytetarëve të tij. Prandaj ai shikon edhe mënyrën e bashkëpunimit. Për këtë arsye ishte edhe mesazhi që i dha Siris dhe shpresoj që Siria dhe të gjithë palët ta marrin atë mesazh të Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara vendosen të heqin sanksionet dhe së bashku me Arabinë Saudite të ofrojnë mbështetje për vendin i cili ka dalë nga një luftë e gjatë civile dhe po mundohet të rindërtohet dhe të ecë përpara. We want to see it happen, but it's difficult, but hopefully progress will be made here soon. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. What kind of progress are you expecting? Mirë, ishte ky komunikimi i Marco Rubios me gazetarët pas mbritjes në ambientet ku do të mbahet edhe një summit informal i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Fillimisht ka qenë Mark Rutte, i cili ka përcjell mesazhin e tij, ku natyrisht çështja që mbetet për të diskutuar dhe kërkon edhe një përgjigje është se sa do të jetë përqindja e prodhimit të brendshëm bruto që të gjitha vendet anëtare të NATO-s duhet të shpenzojnë në fushën e mbrojtjes. Deri tani ajo ka qenë 2%, 2% arritën një pjesë e konsiderueshme e vendeve, ka ende nga ato vende të rëndësishme të NATO-s që nuk e kanë arritur 2% e prodhimit të brendshëm bruto, por administrata e re amerikane drejtuar nga Donald Trump kërkoi që kjo përqindje të shkojë në 5%. 5% në fakt nuk e kanë as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi më afër 5% që duket se është Polonia, e cila ka investuar jashtëzakonisht shumë në fushën e mbrojtjes që pas agresionit rus në Ukrainë. Pritet të shihet se çfarë vendimarrje, sa do të jetë ndoshta një e mesme përbashkët që do të arrijnë të gjitha vendet për përqindjen që duhet të shpenzojnë për mbrojtjen. Sot është takimi i rëndësishëm edhe për të përgatitur summitin që do të mbahet pas pak javësh në Holland, summitin e NATO-s, e ku do të jetë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump.